Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV. Edhe një herë për t'i dhënë një vëmendje këtij zëri të madh, këtyre komenteve të shumta, këtyre hamendësimeve të shumta për Gjestin edhe për Eglin. Gjesti dhe Egli, dy personazhe që në fakt arritën të marrin zemrën e publikut shqiptar në Big Brother. Asnjëherë të lidhur zyrtarisht, Gjesti kur nuk u lidh shpirtërisht ashtu siç duhej të lidhej një djalë me një vajzë, këtë duhet ta themi dhe duhet jemi koherent me publikun. Gjesti asnjëherë nuk i tha të dua Eglit me zë të lartë. Gjesti gjithmonë e mbajti një qëndrim që ndoshta mund të ketë qenë i stisur edhe nga ana e produksionit për të mundur që të bënte çift Eglin edhe Gjestin. Ndoshta Egli ka përdorur një lloj mekanizmi për të arritur sa më shpejt drejt famës dhe për të marrur këtë vëmendjen e madhe, një mekanizëm siç e përdorën edhe Xheneta në shtëpinë të Gjestit dhe ky trekëndshi po bën bujë tek publiku shqiptar. Tani, nga të gjitha lëvizjet, nga të gjitha format, nga të gjitha pikpyetjet, Gjesti dhe Egli të le të kuptosh që ato të dy nuk janë së bashku. Në fund të ditës është vetë e drejta e tyre nëse do ta ndjejnë apo nuk e ndjejnë. Nga ana e Gjestit, ndoshta nuk e ndjen që të jetë në një lidhje dashurie me Eglin. Nga ana e Eglit, ndoshta tani i shikon gjërat ndryshe dhe lufton më shumë për famë, dhe nga ana tjetër në një të ardhme mund të jenë produksioni që mund të bëjë një këngë Gjesti dhe Egli, që në fakt u tha që Gjesti dhe Egli kanë bërë këngën së bashku. Publiku me patjetër që ka të drejtë të inatoset, me patjetër që ka të drejtë të acarohet, sepse situata është një pikpyetje e madhe që publiku apo të gjitha ato që në fakt kanë folë për jetën e tyre e marrin si një tallje të gjitha lëvizjet që çifti po bën. Gjesti po ndjekën me shumë intensitet artin e tij, famën e tij, karrierën e tij, ëndrat e tija, njëkohësisht edhe Egli po ndjekën me shumë intensitet. Tashmë siç duket dhe është e dukshme nëpër të gjitha rrjetet sociale kanë bërë një afrimitet shumë të madh me Fifin, por në shenjë respekti për të gjitha ato të cilët vërtet i kanë dashur dhe i duan, për të gjitha ato të cilët vërtet i kanë duar trokitur dhe i kanë votuar, unë mendoj që çifti duhet të jetë koherent edhe ta tregon të vërtetën, janë apo nuk janë bashkë, pasi që sa të duan ato që ta fshehin këtë gjën, apo sa të duan ato që të thonë që ne jemi figura publike dhe duam këtë gjën ta mbajmë privat, pikërisht figura publike nuk mundet të mbaj privat jetën publike, më falni, por edhe jetën private. Nuk mundet të mbaj privat asnjë gjë. Thjesht faktit sepse jeta e tyre, përditshmëria e tyre, sekondi i tyre, minuti i tyre ndiqet me lup. Ndiqet në detaj, ndiqet në sekond. Dhe kjo e bën që ato të dy, në fakt, të jenë shumë të komentuar. Unë jam shumë i sigurt që ndoshta Eglit edhe Gjestit i pëlqen kjo qasje që kanë me publikun, i pëlqen që ato të komentojnë, i pëlqen që ato të marrin shumë lajka, i pëlqen që ato të kenë një sulm të madh në rrjetin social kur ato do postojnë diçka dhe menjëherë, domethënë, publiku të hudhet pranë tyre. U pëlqen kjo natyrë e famës që ndërtuan, por është një natyrë që është natyrë e lotshme dhe nëse nuk ka një shpjegim, me patjetër që e gjitha kjo mund të bie. Gjesti këtë gjë e ka patur deri diku, domethënë si bumerang, që shumica 2000 dhe 3000 ndjekës ju larguan nga Instagrami, ndoshta menaxherët në këtë drejtim mund ta mbajnë këtë litarin e tërhequr që nuk i lejojnë që të dalin të flasin dhe u thonë që duhet të qëndroni të heshtur dhe ta mbajmë kështu sa të shkon, derisa ne të sillim projektet dhe publiku të ëmbëlsohet. Domethënë është e bukur që të sqarohen detajet që edhe gazetarët të dinë se si ta bëjnë punën e tyre dhe si të vinë. Domethënë ne komentojmë edhe lajme të reme, ne komentojmë edhe lajme të vërteta. Ne kemi për detyrë te publiku ta sjellim lajmin ashtu siç është. Ku më pas se kemi për detyrë te publiku dhe ta demantojmë atë lajmin që e kemi thënë më herët. Domethënë është proces i gazetarisë, por thjesht faktit
duke e vlerësuar një imazh kaq shumë, duhet të jenë koherent. Vërtet Luizi u vlerësua, vërtet Luizi vazhdon të dashurohet te publiku shqiptar, por Luizi i dha gjërat ashtu siç ishin. Luizi nuk e bëri këtë lojën me publikun edhe nuk veproi në këtë formë. Unë dua që unë të jem gabim në këtë që po them dhe dua që mua publiku të më vërsule duke më thënë që ti mashtron, ti e gënjeshtar dhe ti po e thua këtë tani gabim. Por mendoj që e bukura në një histori publike, sepse ajo nuk ishte një histori që unë ndërtua në 4 mure private dhe askush nuk e pa dhe ato kanë të drejtën që të bëjnë çfarë duan dhe ta mbajnë privat, por është një histori publike mbi të cilën duhet të thuhen 2 fjalë. Duhet të thuhen 2 fjalë për të qartësuar dhe për të vënë publiku në ndarësi. Tani nuk mundet Egli të përfitoj nga fansat e Gjestit në asnjë mënyrë, nuk mundet Gjesti të përfitoj nga fansat e Eglit dhe anasjelltas banorët e tjerë. Unë mendoj që sa më shumë koherent, sa më shumë të sinqert, sa më shumë të vërtet, publiku gjithmonë vlerëson më shumë. Edhe pse Gjesti nuk është një djalë i keq, Gjesti na tregoi shpirt mirësinë e tij, Gjesti na tregoi zemrën fisnike të tij, Gjesti na tregoi ëmbëlsinë e tij, Gjesti na tregoi ngrohtësinë e tij, Gjesti na tregoi Gjesti në shumë forma, por dhe Egli na tregoi një vajzë të mrekullueshme. Domethënë ne nuk e gjykojmë personalitetin e tyre, ne nuk e gjykojmë karakterin e tyre, ato të dy janë fantastik dhe publiku nga që dëshiron të shikon bashkë, nga që e ka vlerësuar shpirt mirësinë që kanë, nga që e ka vlerësuar energjinë që ato të dy bënin, energjinë që ato të dy jepnin, publiku lufton për të kuptuar të vërtetën e tyre. Edhe pse e vërteta tashmë mund të jetë e dukshme, derisa nuk ka asnjë postim, derisa nuk ka asnjë dalje publike, derisa nuk ka asnjë fotografi së bashku, ato mund të jenë takuar 2-3 herë pas përfundimit të Big Brotherit, por kjo gjëja është mbyllur aty siç duket dhe të dy tashmë po shohin karrierën e tyre dhe kahjen e tyre. Ne me patjetër që do t'i mbështesim të dy, ne me patjetër që do t'i komentojmë të dy, ne me patjetër që do të sjellim nga jeta e të dyve pjesës të artit, karrierës, të gjithçka që po bëjnë, por ishte e bukur që të dalin te publiku, ta sqarojnë atë që çfarë publiku dëshiron të di, sepse nuk është më bukur nuk është më bukur të jesh i mbyllur se sa të jesh transparent. Unë mendoj që transparenca gjithmonë ka fituar dhe në këtë rast transparenca fiton, por duke u bazuar në Big Brother, Gjesti nuk i tha Eglit kur të dua dhe Egli nuk e tha kur, domethënë që Gjesti është i dashuri im. Edhe me rikthimin e saj në Big Brother, Egli u rikthye për një vendim të dytë. Dhe për këtë gjë, jam shumë i bindur që çifti duhet të jetë koherent. Egli poston nga karriera e saj, Gjesti poston nga karriera e tij, siç duket që të dy po bëjnë të njëjtën lëvizje në rrjetet sociale, të postojnë nga karriera që publiku të beson akoma që janë bashkë, por nga lëvizje që po bëhen, domethënë duket që marrëdhënia e tyre po shkon drejt fundit dhe ka një krisje. Ndërsa Gjesti dhe Egli mendoj që sa më shumë koherent janë, sa më shumë të vërtet janë, aq më shumë duartërkitje dhe aq më shumë dashuri do të marrin nga publiku shqiptar.